Vllaznia Futsal ka siguruar kualifikimin në turin tjetër pas fitores 2-0 në ndeshjen e zhvilluar ndaj Patikës Shop në turneun Ulqini Open 2026. Tashmë Vllaznia Futsal e ka mbyllur me sukses këtë fazë dhe do të pres shortin për të mësuar kundërshtarin e radhës. Drejtori sportiv i Vllaznia Futsal Arben Xhaferi në një intervistë për Star Plus foli më tepër rreth këtij turneu dhe ndeshjeve të para të ekipit kuqeblu. Duke pas parasysh se ky turne të gjithë ekipet që marrin pjesë janë ekipe që janë në mesin e sezonit tyne. Për ne është pak e vështirë sepse të pas parasysh që kampionati jonë hala nuk ka filluar dhe si thonë kena pak ndeshje për me dashme e përgatit dhe jena të xherë më të mirën e mundshme. Kjo do të thotë që turin e parë kaluam me fitoren e mundshme. Si rezultat jena jashtëzakonisht kënaqur, po ka hala hapësinë për me përmirësu, por të prit edhe shortin që do të ha ditën e sotme. Tu mësu dhe për kundërshtar, atëherë masalana do të shohim edhe ecërinë e këtij torneut, por për ne po çojmë është një mini fazë përgatitore për sa i përket pjesëmarrjes në kampionatin që do të zhvillohet duke shpresuar në fund të janarit. Deri më tani në këtë turne Vllaznia Futsal ka marrë një fitore, një barazim dhe ka pësuar një humbje. Megjithatë, drejtori Xhaferi thotë se kuqeblut kanë si synim të shkojnë në finale. Kjo është viti i dytë që marrim pjesë. Vitin e parë kemi arritur me shku deri në Teçe, ku në pa qym në Teçe u eliminuam nga një ekip që kishte bajaget cilësi dhe kualitet. Atëherë, ne si thash më përpara him për me bë jo vetëm me marr pjesë, por him që me arrit në të paktën të arrijmë në katërshe. Atëherë, objektivi jon është me kap finale. Nuk e di se sa mund të realizojmë, ne jena të punu për këtë gjë. Nuk mundena me justifiku që nuk kena organik, si me të organika është ma gjanë. Vjetë kena në Teçe kena arrit me vetëm me 6 lojtar, ku do të thotë 4 ishin lojë dhe 2 ishin zëvendësues. Si mjet jena me 12, ndër këta janë 3 portiera, pretendimet janë që të shkojmë si thashë në katërshe, por duhet pa edhe shorti dhe duhet pa edhe gjendja fizike lojtarëve, sepse duke pas një ngarkesë shumë të madhe, të luhen ndeshjet një ditë po një ditë jo, sidomos tash në turnin e dytë mund të luhen edhe 2 ditë rresht ndeshje dhe parketi ka vështirësinë e veta. Por shpresojmë që të na prihet marr, por jo çdo gjë varet nga ne, sepse jena duke luajtur një turne në një qytet pric që nuk jena më në Shqipëri. Vllaznia Futsal do të pretendojë të shkojë sa më larg dhe pse jo, ta fitojë këtë turne.